Komisioni tani, se edhe për Serbinë këtë qëndrim kishte mbajtur. Në Shqipëri për shkak të betonit. Komisioni Evropian tani edhe për Serbinë këtë qëndrim kishte mbajtur. Qëndrimi i fundit ishte që ka bërë progres në lirinë e medias, në vendosjen e sondimit ligji, domethënë në Twitter unë pash një zhgënjim të plot në Serbi nga kjo dhënie dorë, si thuash. Se edhe Shqipërisë për pak ditë ndoshta mund të mbyllen ja 3 kapituj. Kishte një njoftim se disa i vërtetë. Në fakt për Serbia është rast i veçantë. Nëse ju kujtohet, për Serbinë ka pasur një hetim të mediave ndërkombëtare, mediave më serioze ndërkombëtare, se si Gjermania me Francën për minerat e litiumit që ka Serbia, kanë bërë koncesione të jashtëzakonshme duke mbështetur Vučićin dhe duke kërkuar akses parësor në minerat e litiumit që Serbia i ka pasurit, por ende nuk i ka meratuar. Dhe këto minera litiumit, të cilat Vučići po ditë i përdor në mënyrë të shkëlqyer për të marrë një mbështetje ndërkombëtare në perëndim, të cilën ai nuk e meriton, nuk e ka. Për të marrë një qendrim ndërkombëtar, të cilën siç reflektohet në mediat kryesore, dhe që është reflektuar më parë se sa zbuloi litiumi, nuk ekzistonte. Vučići ka investigime edhe nga New York Times, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga mediat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për lidhjen e tij me 2 bandat kryesore kriminale të Serbisë. Pra, këtu është ndryshe flasin mediat, ndryshe argumentohen, ndryshe jepen faktet në media, dhe ndryshe reagohet publikisht nga qeveritë, sepse qeveritë në dokumentat e tyre që dalin pas investigimeve kanë të njëjtat qëndrime që kanë media. Pra, qeveritë e din se çfarë përfaqëson Vučići, çfarë përfaqëson qeveria e Vučićit, çfarë niveli korrupsioni, çfarë lidhje me krimin, por në qëndrimet zyrtare që mbajnë për shkak të këtyre interesave të cilat mediat ndërkombëtare kishin investiguar dhe i publikuar, dalin që mbështetja për Vučićin është e plot, sepse duan aksesin e plot në minerat e litiumit. Mendoj që një arsye e tillë lidhet edhe me Ramët. Sigurisht nuk besoj se kanë minera apo pasuri natyrore që mund të ketë joshur Ramët. Po kampi Gjadrit. Por ai është me asete ajo fusha Karavastas, kanë disa. Janë asete tjera kombëtare të cilat ai mundohet i përdor për joshje, në të njëjtën mënyrë që i përdor Vučići për të marrë një mbështetje. Me një ndryshim që Vučići ndërkohë që i mban larg dhe nuk u jep, ky e bë fakt kryer dhe u jep. Për shembull siç da Shëngjinin, apo por në Shëngjinin dhe Gjadrin, në raportin e Gjadrit. Siç po jep pasuritë këto vegetare, tokat bregdet, po jep për kot. Siç jep licenca për bizneset të energjisë, siç jep licenca për duty free, me të cilat ai mundohet të josh kryetar shtetesh dhe politikan të rëndësishëm, apo siç paguan këshilltarët e shtrenjtë, të cilët në fund fare nuk kuptohet se çfarë punë bëjnë, sepse vendimet që merr qeveria jon nuk mund të jenë kurrësi të këshilluara nga këta këshilltarë. Apo, nëse do kesh një këshilltar juridik të hajrit, të mirë ose ekonomik, nuk mund të firmosësh një akt normativ që firmosi për Kanye Westin në Iran. Dhe në pak të justifikosh dhe thua që me këto 4 milion do fitojmë 100 milion, sikur po luan në bazë të bllofit. Kështu që me këtë mentalitet, me këtë sjellje, me këtë mënyrë të përdorit pushtetit, sigurisht që ne e kuptojmë që Rama, këshilltarët i marrin vetëm për të lobuar. Me mënyrën se si ai përdor asetet e Shqipërisë, e kuptojmë që ai e bën për të korruptuar. Dhe për fat keq, me mënyrën se si e përdor këtë mbështetje që fiton me lobin dhe me korruptimin, ne marrim vesh që kjo nuk bëhet për Shqipërinë, por bëhet për të mbajtur pushtetin personal të një njeriu që është Edi Rama. Ashtu siç ndodh edhe me Serbinë. Dhe konkluzioni është që ata të cilët ne kemi syt, perëndimorët pra, nuk kanë fare syt tek ne. Ata mendojnë që Shqipëria dhe Serbia dhe Ballkani është në rregull për aq kohë sa nuk kërcënon sigurinë e Bashkimit Evropian. Dhe për këtë janë të lumtur me lider autokrat të korruptuar, të cilët janë vulnerabël dhe të shantazhueshëm, siç e tham. Na mbetet ne domethënë që ta gjejmë zgjidhjen e kësaj pune, pa ndihmën e BE-s, pa ndihmën e Stakut, pa.
fandimin e skujtës. Ose do presim karbëzimin në një moment caktuar, siç ndodhi në komunizmin, që pritëm karbëzimin e komunizmit dhe si përfundim ishën të fundit që rrëzuam komunizmin, që ra vetë domethënë, sepse u karbëzuan në fund.